sigurisht e kanë bërë më të shtrenjtë luftën, por nuk e kanë ndalur dot luftën. Dhe këtu pikërisht vim tek fakti tjetër. SBA-ja nuk ka dashur ta çojë deri në ekstrem pjesën e sanksioneve, nga ana tjetër Europa është e pafuqishme edhe të përdor ato asete që ka sekuestruar. Në rast se Europa do dëshironte të hynte në tryezën e negociatave, pika kyçe do të ishte që të merrte një vendim të rëndësishëm për të përdorur rreth 100 miliardë euro që i ka të ngrira sot dhe për t'ia kaluar Ukrainës për të luftuar. Dhe këto janë asete ruse që janë bllokuar në Europë. Por për fat keq Europa, këtë herë me kundërshtimin e Belgjikës, nuk ka një dakordsi brenda saj. Për fat keq Europa, me kundërshtimin e Orbanit, nuk ka një dakordsi për sa i përket një pakete tjetër sanksionesh. Në këtë kuptim them që Europa është e dobët. Në rast se Europa do të marrë një vendim që këto para ruse t'i prek dhe t'i kaloj për të mbështetur luftën e Kievit, do të shikoni padyshim që Europa do të jetë pjesë e tryezës. Sot Europa nuk ka asnjë mekanizëm për ta kërcënuar Rusinë dhe për ta futur veten pjesë në negociatave. Dhe gjithçka e delegon tek SBA-ja, duke pritur që forca që ka SBA-ja të mund të ndikojë edhe tek Rusia për një paqe sa më të drejtë. Por do të mbajmë parasysh që për SBA-n nuk ka shumë interes brendia e paqes që do arrihet. Shtetet e Bashkuara janë shumë të interesuara për një marrëveshje paqe, sepse kjo është rruga e vetme që Rusia të mos shkojë tek India dhe tek Kina për të bërë pakte ekonomike, por të kthejë syt nga SBA-ja për të bërë marrëveshje ekonomike të fuqishme. Dhe vetëm Mirë, por a mund ta pengojnë tashmë këtë Kina dhe India, sepse natyrisht të dy vendet janë shprehur kundër cënimit të territoreve, aneksimit të tyre dhe një gjë e tillë duhet kalojë edhe në Këshillin e Sigurimit. Kina është anëtare me drejt vetoje në Këshillin e Sigurimit. Pra një deal prek edhe vende të tjera, se krijon një precedent të rrezikshëm. Por si precedent vlen më shumë për të kërcënuar Europën, sa për të kërcënuar Kinën bashkë me Indinë, të cilat në politikën e tyre të jashtme ka një qasje që nuk është kaq agresive. Pra dakord jam që mund të ketë një precedent caktuar, por besoj që në situatë caktuar kur kjo marrëveshje kalon në Këshillin e Sigurimit, nëse do të kalojë në Këshillin e Sigurimit gjithmonë, atëherë sigurisht Kina mund të abstenojë pa vënë veton për ta frenuar këtë marrëveshje. Ashtu siç ka bërë edhe me rastin e Gazës. Kështu që nuk besoj se Kina do të shkojë drejt faktit për ta frenuar marrëveshjen sepse nuk e ka këtë fuqi. Çfarë Kina mund të bëjë është të investohet maksimalisht që ta ketë Rusinë në krahun e saj, dhe të mos ta ketë SBA-n të fokusuar tek Kina dhe tek Tajvani, por ta ketë sa më shumë të angazhuar në çështjet e Europës, në çështjet e Ukrainës, në pjesën e marrëdhënieve që ka BE-ja bashkë me SBA-n. Kështu që besoj që ndërtimi i një aksi të ri që ka filluar t'jap shenja, që është ai mes Rusisë, Indisë, Kinës dhe aktorëve të tjerë, siç është BRICS-i, është shqetësimi kryesor që SBA-ja ka dhe brendia e një marrëveshje me Ukrainën nuk besoj se është shqetësimi sa i parë. Intereson të ketë një marrëveshje, por për brendinë e saj do të jenë përgjegjëse palët konkrete. Ndërkohë që diskutimet me Europën, ne kemi parë edhe Turqinë të angazhuar në këtë proces, një vend që edhe ajo është kundër ndryshimit, ndoshta edhe për interesat e veta, për daljen që më pas do t'i mundsohet Rusisë në detin e Zi. Çfarë ndikimi mund të kenë tashmë? Turqia ka një rol të rëndësishëm edhe në Siri, edhe në Gaza. Sigurisht që Turqia ka qenë një aktor shumë i rëndësishëm dhe besoj që vazhdon të jetë një aktor shumë i rëndësishëm, duke tentuar gjithnjë më tepër të marrë rol dhe në këto bisedime mes Rusisë dhe Ukrainës, padyshim që nuk e ka le të themi forcën që kanë SBA për të imponuar palëve dhe për të ulur bashkë për të bërë negociata, por Turqia është interesuar që të ketë një marrëveshje paqe sepse rajoni i Detit Zi është një rajon me interesa të mëdha ekonomike dhe Turqia ka çështja e këtij rajoni. Në këtë kuptim, vetëm po të shikojmë javën e kaluar, kemi padur një sulm ndaj dy anijeve të mëdha të transportit naftës, pikërisht pranë brigjeve turke, një akt që Turqia nuk e mirëpriti, sepse padyshim që është interesuar që rajoni i Detit Zi të jetë një rajon zhvillimi ekonomik. Dhe aty ka interesa shumë të mëdha. Në këtë kuptim Turqia nuk ka interes që një luftë kaq e fortë mund të jetë e gjatë. Është investuar shumë që kjo luftë të mund të ndërpritet dhe gjithashtu ka ofruar të gjitha garancitë e mundshme për të investuar vetë për të shërbyer aq sa mundet si garante e një marrëveshje të mundshme. Dhe rajoni i Detit Zi padyshim që është një pikë kyçe që implikon interesa shumë të mëdha që fillojnë nga Rusia,
me Iranin, me Turqinë e tjerë, dhe besoj që Turqia është një shtyllës i fortë për të patur një marrëveshje paqe. Çfarë roli do të ketë pastaj në rast se do të ketë një marrëveshje paqe, kjo mbetet për tu parë dhe nga vetë brendia e saj. Mirë, një qasje e butë ndaj Rusisë mund t'i shkaktoj probleme presidentit Trump brenda republikanëve? Ata janë në pjesën më të madhe, janë shumë të ashpër ndaj Rusisë, por edhe në zgjedhjet që po vinë, se tashmë për një vit janë dhe zgjedhjet e mes mandatit. Për momentin nuk besoj se ka një ndikim shumë të madh të faktit se çfarë presidenti Trump pra qasje, le të themi, shumë e ashpër apo shumë e fortë. Pati reagime në Kongres, deklarata të forta, por besoj që qasja e gjithë krahut, le të themi, të magës është ai për një fokusim tek politika e brendshme, pra zgjedh me këtë flamur fituar. Maga nuk mjafton, republikanët janë më shumë se maga. Dakor, por ka një nga 20 janari e këtej ka një tërheqje graduale të SBA-s nga të gjitha angazhimet që e ka marrë edhe nga Ukraina dhe nga Europa vetë. Në këtë kuptim besoj unë që ka një dakordsi brenda SBA-s. Kishte deri në korrik, se u rikthye prapë aty ku ishte mbas korrikut. Po nuk ka një investim, shikoj, nuk shpenzohen më para amerikane për të financuar luftën. Je i sigurt se mua do të thënë në shifra duket se nuk ka ndryshuar asgjë përveç retorikës së zotit Trump. Ka teknologji amerikane që i shitet Europës, pra NATO-s, për të transferuar Ukrainës. Por NATO pjesën më të madhe ka SBA-ja. Nëse shikojmë shifrat, jo, po është financimi i BE-s. NATO shërben si blerësi, për shkak se janë pajisje ushtarake, që duhen blerë me financimin e BE-s për të shkuar Ukrainës. Nëse shikojmë shifrat që janë investuar gjatë periudhës Biden, me ato çfarë shpenzohet sot, unë besoj që ka një rënje shumë të ndjeshme. Dhe qartësisht, pala Ukrainës e ka thënë që oferta që atyre ju është thënë nga SBA-ja është mos kërkoni Tomahawk, por kërkoni 10 vjet marrëveshje tregtare pa taksa. Pra këtu është mesazhi i gjithë qasjes që SBA-ja ka. Që do të thotë, në rast se bëni marrëveshje paqe, hajdeni te ne dhe kërkoni një marrëveshje tregtare të favorshme me SBA-n pa taksa, që do të thotë që qasja amerikane është jo investim ushtarak dhe jo shpenzim ushtarak, por hajde të bëjmë biznes. Dhe kjo besoj unë që kthejmë çështërisht tek pika që brendia e marrëveshjes nuk është shqetësimi kryesor që SBA-ja ka. SBA-ja do një marrëveshje, por brendin është përgjegjës Zelenski dhe Putin. Nëse Zelenski pranon të lëshojë territor, lëshon territorin e tij me kosën që ai e di. Mirë, po normal se dy palët këta janë thjesht ndërmjetës, por prapë presioni që do të bëjë Europa pika kyçe, e cila duhet të shtyjë që precedent të tillë të mos vendosen.